Njoni ku ti këtë një qule. Është shumë e vështirë që të pyetet për këtë çfarë ty të ka ndodhur. Jam e abuzuar nga kushëri. Të filloj çështjen, më ka abuzuar me mua. Më ka përduar dhe më ka lënë 7 zanë. Ai prodhim kam lindur një vajzë. Sa vjeç është vajza? 2 muaj. Tani bën 3. Vajza nuk e kam me vete, e kam në shtëpinë e fëmijës. Dhe personi që më ka abuzuar me mua, e gjendet akoma i lirë. Ka qenë në 10 orë, e ka marrë kushëririn në telefon, dhe i kam thënë që mund të më ndihmosh sepse më bezdis një djalë në Facebook. Ai më ka thënë që do vi, por pak më vonë se kam njerëz tani. Ka erdhur në darkë, më ka marrë në telefon dhe më ka thënë që hape derën. Sa ishte ora? Nuk e di orën saktësisht, po nënte gjysmë 10 nuk e di mirë. Orë si ta gjim në Familjarët tub. ku ishin? Po flini. Kam qenë edhe mama tanë, dera është e blinduar, nuk dëgjohet. A ka shi lungë gosë Kam hapur derën, i kam thënë që ulëm në divan, i kam dhënë telefonin. Ai telefoni njëra hapte, njëra shuante. I kam thënë që merre dhe thuaj që të më lera. Jo prit më thoshte mua. Me prit. Jo vetëm më afroshe. Lungë prit, se këna do të me prit, po sa lungë prit do të me prit, zemra. Jo, po për mos e prit, jo, qina e qimë e zorë. Njërë më prekte nga flokët, njërë nga këmbët. Imagjinoni vetë çfarë më ka ndodhur. Më zinte. Imagjinoni vetë çfarë më ka ndodhur. Imagjinoj që ka po lungun, kapshi, gosët e gosën, që dali për kapshi për plas për tokë. Ku i hakari atje, si hakari për fisën e vetë, jo për ju. Ropshira, ju vdek fëmia, ju shifsha fëmit. Gjithë ju që keni një mu lungun, ja shifsha fëmit. Mirë zemra, oke vlla, mirë vlla, më rregull vlla, oke vlla. Më kërëzën gojën që në mos flisnja. A si ndodhi kjo maca do vinja në dhoma e regonja? Ti tregonja? Prapë këthejshë, nuk kisha frikë. Nuk e ti do më besoni që ti tregonja. Pse nuk të lejonte? Pse Ja ka dur kaq të fshehtë? lungo. Dhe u ka treguar familjar, nuk e mbajtur. Të mbyllur le të themi këtë. E ka këstënur në pëshire. Si ta gjeni finet plot, si ta gjem YouTube, o buk djath domate. Që ke këtë emre zëma, si ta gjem YouTube vlla. Ha? Si ta gjem YouTube. Po mimërja ka dash vetë, po pse e kare, po pse dash kushërina jote të qish gosë në tezës, ti e ka të thuj kushërina jote pësëm, se pjedhin, qa dhe bësh, da fuzësht, shi ta nëra pjedh kushërinë, se kush e ka po kushërinën, o pjapsh. Po jo nësë si ja të rëgoj asë njënit, nësë ma kare për asë një mi të rëgoj, ju të rëgoj, juve që jeni të live im, po ma ta në live tim, ja kam qira, si të rëgoj asë njënit. Shkurtimisht, pasi është shumë e vështirë që të pyetet për këtë çfarë ka ndodhur. Jam e abuzuar nga kushëriri. Të filloj çështjen, më ka abuzuar me mua. Më ka përduar dhe më ka lënë 7 zanë. 7 zanë. Nga ai prodhim kam lindur një vajzë. Ka lindur edhe një vajzë, edhe vajzën ja kanë qute të shtëpia e timore, si shumë edhe. Sa vjeç është vajza? 2 muaj. Tani bën 3. Dhe personi që më ka abuzuar me mua, e gjendet I akoma. vdek familja në qofse o korç, ndash mund dash ty. Në qofse kjo nuk është, në qofse kjo nuk o lungo firit, i vdek familja Rencit, ku ti djegi le ta më, njoj vlla. Okay. Ka qenë në 10 orë, e ka marrë kushëririn në telefon, dhe i kam thënë që mund të më ndihmosh sepse më bezdis një djalë në Facebook. Ai më ka thënë që do vi, por pak më vonë se kam njerëz tani. Ka erdhur në darkë. Ka qenë pishëm, pse o karti me shi pishëm, ti shin ke fisin tatë zem, ti që e mbronën të që ti Shqetësimin e vajzës me ju
për familjar pafund, sigurisht edhe për kolegun dhe për mua është e rëndë. Është një ngjarje që nuk doja ta dëgjoja sa tisha gjallë në jetën time. Bëhet fjalë për një incest. Djali, më thënë çuni tezës, ka kapur si i bie gocën e tezës apo jo. Ka përdhunuar vajzën e tezës. Vajza është përdhunuar nga djali i tezës. Nga djali i tezës. Ngeli shtatzan, ka lindur një fëmijë që sot është vetëm 3 muaj dhe është në shtëpinë e fëmijës. Histori brenda një fshati. Pra kjo është një dramë që ka prodhuar dhe një dramë tjetër. Absolutisht tjetër. Një histori brenda një fshati të vogël me plot thashëtheme, por jo vetëm fshati, edhe në mes Tiranë, po të kishte bërë do të ishte një ngjarje të mërshme. E vështirë për ta përballuar një vajzë që është vetëm 17 vjeçë, e vështirë për ta përballuar prindërit e kësaj vajze që janë në fshatin Gjenomadh sot. Ndalemi tek hapi i parë. Vajza, e cila e ka emrin Kassandra Senimllari, se tashmë vajza për shumë ky lajm ose kjo gjë dihet në gjithë fshatin, ajo thjesht nuk do të bëj publike portretin në fytyrën e saj në cilën e kam respektuar, ka dhënë një intervistë me kurriz. Futain lungo, gosteze, gozdaj, çfarë jetë? Marapun Bobit marapun, futërikun, motor, teze, hall, gozdaj, që dali para, ka të shqyqe gjyshe, edhe gjyshe me vëtë ka shqyqe. Jo nuk e këthejmë, jo, po do me e pa hinë shifet e telefonin se blokot live. Në shtëpinë e Kassandra Senimllarit me familjarët e kësaj vajze, sigurisht për këtë familje, ajo çfarë ka ndodhur dhe çfarë ju do të dëgjoni, është një fatkeqësi e madhe. Bravo, më pëlqeu ky komenti, fëmia 10 vjeç sot, se ka që 2016 kjo video, nuk është 2026. Po njerëzit thonë hajt se ka kaluar 10 vjet. Nuk i bëm ato gjona. Kujdes. Ujku, qimen e ndërron, por zakonin se harron kalamoja ngjonesh. Përshëndetje Kassandra, sa vjeç jeni? 18. Shkurtimisht, pasi është shumë e vështirë që të pyetet për këtë çfarë ty të ka ndodhur. Jam e abuzuar nga kushëriri im. Emri i tij është Lisandër Lata, Çfarë ke? djalin e tezës. Ne kam si vëlla. Filloi çështjen. Më ka abuzuar me mua. Më ka përdhunuar dhe më ka lënë shtatzan. Ai përdhunim kam lindur një vajzë. Kësaj ti ka humbur pjesë vet. 2 muaj. Tani bën 3. Vajza nuk e kam me vete, e kam në shtëpinë e fëmijës. Dhe personi që më ka abuzuar me mua, e gjendet akoma i lirë. Ka qenë në dhjetor, e ka marrë kushëriri në telefon, dhe kam thënë që mund të më ndihmosh sepse më bezdis një djalë në Facebook. Ai më ka thënë që do vi, por pak më vonë se kam njerëz tani. Ku